A e kuptoni se çka ka ndodhur sot në Durrës apo se kuptoni më? Jam duke lexuar një lajm, nga ato lajme që për mendimin tim janë skandaloz, sepse është e paimagjinueshme që një nën të braktisë fëmijët e saj. Policia e Durrësit ka gjetur 3 fëmijë, të cilët kanë qenë të braktisur nga nëna e tyre. Kishin 3 ditë pa ngrënë dhe 1 muaj pa shkuar në shkollë. Sipas burimeve të policisë, bëhet me dije se shkaku i braktisjes së fëmijëve nga nëna e tyre është një konflikt i kësaj të fundit me gjyshrit nga babai. A e kuptoni ju se në çfarë grade kemi arritur ne së shoqëri, ku dihet që ka shumë vajza që ndërrohen të bëhen një ditë nëna dhe nuk arrin dot, edhe pse argjojnë miliona lekë, dhe ka të tjera që zoti i bekon me 3 yje dhe i braktisin në këtë farfeje. Sipas burimeve nga policia e Durrësit, thonë që fëmijët kishin rreth 3 ditë pa ushqim dhe rreth 1 muaj pa shkuar në shkollë. Ato janë gjetur të mbuluara me batanie për shkak të ftohtit të këtyre ditëve, ndërsa banesa ishin në një gjendje të thellë rrëmuje. Normalisht lajmi ka dhe disa foto të trishta, por unë nuk do të publikoj për arsye etike, sepse të thyet zemra kur shikon 3 fëmijë të mitur të mbuluar me një batanie në një shtëpi të braktisur. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.